përkundër dhimbjes ta tregoj historinë time personale o të familjes time. Është histori shumë e rëndë, një histori që e prekën shpirt secilin qytetar, jo vetëm shqiptar të them drejtën, sepse bëhet fjalë për një tragjedi shumë të madhe, që shkon më tutje edhe tek një fat në fatkeqësi, për arsye se mrekullisht ju, nëna, edhe familjarja, shëretja kishit arritur të shpëtonit. Unë kam një pjesë edhe të fotografive, gramos dua t'i shfaq edhe fotografit, 12 janë nga familja juaj, ndërkohë që 49 janë persona në përgjithësi. Sot e kam krem që të më drejtëm ka emocionuar edhe mua, ka emocionuar edhe gjithë audiencën. Kush janë të vendosur këtu në këtë fotografi, Gramos? Kjo është gjyshja, Hava Berisha, është babi Sedati, është gruaja, nana e djemve të tagjës babit Fatime Berisha, Nejat Berisha, burri i Shëretës, Bujar Berisha, agja im Nejmedin Berisha, është Faton Berisha bashkë me gruan se Bahatën, do të thonë djali i Axhës babit, është Flërie Berisha, gruaja e Axhës, Lirie Berisha, bashkë gruaja e Axhës, e cila ka qenë shtatëzane në muajin e 9, pak para lindjes, momentin kur është vrarë. Se është Sherinje Berisha, Majlinda, vajza e Shëretës, është Dafina Motra, Vloriani Edoni, djem të Axhës, Herolinda, vajza e Shëretës, Driloni është vllau, Altini është djali i Shëretës, i cili deri në momentet e fundit ka qenë bashkë me mua, gjatë gjithë ngjarjes, është Dorontina, vajza e Axhës, Ismeti, Redoni dhe Eroni. Tanë familja e ngushtë e imja edhe familja e Axhës babit. Axhës së babit, pra nga një grua shtatëzanë deri tek persona të moshuar tek Redoni, të gjithë. Ismeti që kanë qenë 1 vjeçar. E deri tek gjyshja. Që ka qenë atë botë? 70 vjeçare, apo edhe të kushëreve deri tek plaka 9 vjeçare. Të merë. Shumë. Dhanë shumica prej të vranëve janë gra dhe fëmijë. Jemi, më me thonë lirisht, masakra më e madhe në Kosovë ku janë vrarë më shumë të prej një familje. Shumë e rëndë. Gramos, për hir të shikuesve dhe gjeneratës së re, në gjithë atyre, am lejo të rikthehemi në perspektivë 26 vjet më herët, nëse nuk e ke të vështirë, se dua t'jem